Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lëm të mirë tensioni lartë. 3 pije që duhet të konsumoni çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Nëse keni probleme me presionin e lartë të gjakut, duhet të kujdeseni për stilin e jetesës duke reduktuar burimet e stresit dhe duke përfshirë një dietë më të shëndetshme. Megjithatë, nëse tensioni i gjakut rritet papritur, ka disa mënyra për ta ulur atë në një mënyrë të thjeshtë dhe të shpejtë. Edhe pse ka truke për ta ulur shpejt presionin e gjakut, mbani në mend se kurrë nuk duhet të mashtroheni me receta të ndryshme, por duhet të këshilloheni me mjekun dhe nëse merrni medikamente, mos i neglizhoni ato. Por ka disa mënyra të tjera të cilat sipas ekspertëve të Healthline mund t'ju ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të hipertensionit, bashkangjitur edhe këshillave të mjekut. Frymëmarrja e thellë. Sipas Harvard Health Publish, frymëmarrja e thellë ndihmon në uljen e shtypjes së gjakut. Duhet të merrni frymë për rreth 15 minuta për të ulur presionin e gjakut. Lëngu i panxarit gjithashtu mund t'ju vijë në ndihmë në këto raste. Lëngu i panxarit ka nitrat, një komponent që zgjeron enët e gjakut dhe rrit rrjedhjen e gjakut. Edhe pse nuk është një trajtim afatgjat, duket se marrja e përditshme e nitrateve çdo ditë për 250 ml lëng panxari do ju ndihmojë ndjeshëm në uljen e presionit të gjakut. Ecja çdo ditë është një mënyrë për të vënë trupin në formë dhe mbi të gjitha për të ndihmuar kundër luhatjeve të tensionit. Ecja e shpejtë mund t'ju ndihmojë në uljen e presionit të gjakut dhe për të arritur këtë, duhet të ecni për të paktën 15 minuta. Përndryshe, së paku 30 minuta aktivitet fizik 5 ditë në javë mund të ulë presionin total të gjakut dhe në këtë mënyrë të ketë efekte pozitive në trajtimin e hipertensionit. Pini ujë. Kur ndjeni se keni tension të lartë, pini një gotë me ujë. Qëndrimi i hidratuar mund të parandalojë rënien e papritur të presionit të gjakut. Sigurohuni të pini të paktën 10 gota ujë në ditë. Bananet. Bananet janë të pasur me kalium, i cili është një elektrolit që luan një rol të rëndësishëm në trupin e njeriut kur bëhet fjala për rrjedhjen e gjakut dhe rrahjet e zemrës. Nëse mjeku ju përshkruan suplementet e kaliumit, merrini ato rregullisht. Edhe gjumi i pasdites është një mundësi për t'ju ardhur në ndihmë. Pushimi me një sy gjumë pasdite mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut dhe ngadalësimin e rrahjeve të zemrës, gjë që mund të jetë veçanërisht e dobishme përpara kontrollit të presionit të gjakut nga mjeku, citon Harvard Health Publish. Megjithatë, asnjë përmbajtje në këtë video nuk duhet të përdoret si kurrë zëvendësuese dhe këshillat e drejtpërdrejta të mjekut nuk duhet të neglizhohen. Gjithashtu, këto metoda janë një mundësi e mirë për t'i ardhur në ndihmë trupit tuaj. Për të mbajtur nën kontroll problemet tuaja të tensionit të lartë të gjakut, duhet të zgjidhni produktet më të mira ushqyese, të cilat do të ndikojnë gjithashtu pozitivisht në menaxhimin më të mirë të problemeve të hipertensionit. Prandaj, nëse doni ta mbani atë nën kontroll, duhet të siguroni një dietë më të pasur me produkte natyrale. Tensioni i lartë i gjakut shpesh quhet një vrasës i heshtur për shumë arsye. Zakonisht vjen pas simptoma dhe rrit rrezikun e problemeve në zemër, por ç'mund të bëni nëse presioni juaj i gjakut është 13/8? Rrisni aktivitetin fizik dhe ushtrohuni më mirë. Ecja për 40 minuta 3 herë në javë është e rëndësishme. Përpiquni të humbisni në peshë nëse jeni mbi peshë. Studime të shumta kanë treguar se dietat ushqimore dhe humbja e peshës reduktojnë ndjeshëm tensionin e lartë duke stabilizuar atë. Ndërprisni sheqerna dhe karbohidratet. Duke reduktuar konsumin e tyre, bini njëkohësisht në peshë dhe stabilizoni presionin e lartë të gjakut. Konsumoni më pak ushqime të procesuara. Edhe ato që pretendojnë se nuk kanë yndyrë janë të larta në përmbajtje kripe dhe sheqeri për të kompensuar mungesën e yndyrnave. Konsumoni vetëm gjëra që i përgatisni vetë në çast. Hiqni dorë nga duhani. Mund të jetë e vështirë, por në fund të ditës do t'ja vlej. Përpiquni të mos stresoheni. Është e pamundur të bëhet në nivelin 100%, por gjeni diçka ose një mënyrë për ta reduktuar ndër më të shëndetshme dhe tensionin. Dëgjoni muzikë, lexoni një libër, bëni shëtitje të gjata, ndërkohë mos harroni të merrni frymë thellë. Konsumoni pak çokoladë të zezë.
Është vërtetuar se çokoladata e zezë mund të ulë tensionin e lartë të gjakut. Sigurohuni të bëni një gjumë të qetë dhe të plotë. Nëse s'flini mirë me siguri, kjo do të ndikojë në presionin tuaj të gjakut. Është shumë e nevojshme të ndiqni një orar të caktuar të gjumit për të shmangur kështu dremitjet gjatë ditës. Hani hudhra ose merrni suplemente të tjera të saj. Hudhrat e freskëta dhe ekstraktet e saj përdoren gjithësisht për të ulur tensionin e zemrës, përveç se janë antioksidant fantastik. Merrni mjekime nëse është e nevojshme. Nëse tensioni juaj është i lartë dhe nuk ulet as pas ndryshimeve në stilin e jetesës, duhet patjetër që t'i drejtoheni mjekut tuaj. Mund të jetë domosdoshme të mbani nën kontroll problemin tuaj përmes medikamenteve të caktuara, të cilat janë në një mundësi e shkëlqyer për t'ju ardhur në ndihmë shëndetit tuaj. Të gjithë bijmë dakord se, kur problemet e tensionit të lartë janë vërtet të rënda, atëherë duhet të këshilloheni me mjekun tuaj për të marrë një zgjidhje më të mirë. Gjithashtu, duke qenë se ky problem shfaqet veçanërisht nga stili i jetesës, ndryshimet e para sigurisht që fillojnë nga aty. Sipas këshillave të ISHP, vetëm me 6 hapa të thjesht mund të arrini të shmangni problemet me hipertensionit. Kontrolli i peshës në dietën tuaj përbën një faktor të mirë kontribues në menaxhimin ose rritjen e hipertensionit. Mbajtja e peshës së duhur është gjithmonë thelbësore në parandalimin e hipertensionit. Ekspertët thonë se 50 deri në 90% e presionit të lartë të gjakut mund të evitohet me një stil të shëndetshëm jetese. Mbi pesha arrit të rëndjeshëm presionin e lartë të gjakut, ndaj nëse jeni obez, duhet të dobësoheni me 10% të masës trupore. Sa më shumë të dobësoheni, aq më shumë do të bjerë presioni i lartë të gjakut, duke evituar një sër sëmundjesh të tjera. Konsumoni më pak krip. Reduktimi i sasive të kripës që konsumoni çdo ditë është një tjetër element kyç në trajtimin e sëmundjes. Kjo pasi konsumi i tepërt i kripës rrit presionin e gjakut. Ekspertët rekomandojnë produkte që kanë më pak krip në dietën tuaj. Evitoni pirjen e alkoolit. Përveç se dëmton mëlçin dhe zemrën, konsumi i sasive të mëdha të alkoolit mund të çojë edhe në shfaqjen e hipertensionit. Sipas ekspertëve, personat që konsumojnë një gotë alkool në ditë kanë 53% më shumë mundësi që të preken nga hipertensioni. Mundohuni të evitoni sa më shumë të jetë e mundur, pasi është një rrezik më i madh për shëndetin dhe të gjithë organizmin. Konsumoni më shumë fruta dhe perime në dietën tuaj. Nëse konsumoni 5 ose më shumë fruta dhe perime në dietë, do të mbani larg një rrezik siç është edhe problemi i hipertensionit. Frutat dhe perimet janë ndër ndihësit më të mirë për të ulur presionin e lartë të gjakut. Gjithmonë keni parasysh që t'i zgjidhni ato të freskëta dhe të stinës. Qëndroni gjithmonë aktiv. Aktiviteti fizik është një zgjidhje shumë e mirë kundër kësaj sëmundje, ashtu edhe për presionin e lartë të gjakut. Mjekët rekomandojnë kryerjen e aktiviteteve fizike çdo ditë me të paktën 30 minuta ose 5 herë në javë. Kjo mënyrë do t'ju ndihmojë në uljen e presionit të gjakut në trupin tuaj, gjithashtu do të ulë edhe peshën e tepërt trupore. Këshillohuni gjithmonë me mjekun tuaj për ndryshimet që pësoni. Kontrollet periodike me mjekun janë thelbësore për të përballur me çdo sëmundje. Nëse merrni ilaçe ose kura të forta kundër hipertensionit, mos i ndërprisni ato asnjëherë pa u këshilluar më parë me një specialist. Ndiqni 5 hapat e mësipër në mënyrë që të reduktoni në mënyrë graduale presionin e lartë të gjakut, por kjo nuk do të thotë që duhet të hiqni dorë nga këto ushqime. Ushqimet të cilat i renditëm më herët janë zgjidhje të mira, të cilat do t'ju ndihmojnë edhe në menaxhimin e shqetësimit tuaj kundër luhatjeve të hipertensionit. Nëse vuani nga hipertensioni për një kohë të gjatë, adresoheni atë tek mjeku juaj dhe kujdeseni gjithashtu edhe për një dietë më të stabilizuar. Merruni me aktivitetet e lehta sportive dhe mbi të gjitha, theksoni rëndësinë e ushqyerjes për një kontroll më të mirë të këtij problemi. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.